keq, në këtë kohë, unë 500 metra që zura, i thonë burit u do fut motrat e mia, se që dua gjithë këtë, se isha një budallaqi që mendoja motra ish mbi gjithë çka. Thot buri mos u jep, thot, se ai kis mendje, u s'kisa mendje, e po u për motrat nuk pjeta buri, nuk pjeta njeri, se aq dija dhe aq kuptoja. Që ajo nuk është motër, ajo është një kriminele. Motra ime që të hajë djersën e nipit, të mesës, të motrës time, është një kriminele. Këtë nuk ma beson dot njeri mua këtu në Greqi. Mua nuk më do familja, që i dënova fëmijët e mi, nuk më do buri, nuk më do njeri, pse vetëm për motrat e mia që vuaj kaq shumë këtë gjë. Ti nuk e imagjinon dot gjënjen psikologjinë time që të vuash, të lash pleqe plaka në Greqi dhe të ti marrën për qejf atje në Shqipëri me motor.